إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmuzim kërkojmë salavat e qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me ligjëratën e radhës nga seria e ligjëratave El Minhaj min Mirath an-Nubuwa, udhëzime jetike nga trashëgimia profetike. Ligjërata e radhës titullohet Bab Sharaf al-ilmi an-nafi wa fadlihi wa dhammi man lam ya'mal bi ilmihi. Pra, vlera e dijes së dobishme dhe qortimi i atij që nuk vepron sipas dijes. Siç kemi folë ligjëratat e kaluara në lidhje me këtë cikël ligjëratash të nderuar vëllezër dhe motra, qëllimi i këtyre ligjëratave është formimi i personalitetit të besimtarit. Pra, formimi i karakterit, për sjelljen e tij dhe për gjërat që i duhen në rrugën drejt ahiretit. Sidomos kur njeriu synon të jetë njeri që përmirëson veten fillimisht, pastaj edhe shoqërinë. Ky libër përmbledh ajete dhe hadithe që i duhen një njeriu që ta formojë personalitetin dhe i duhet gjatë udhëtimit të tij për tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se prej gjërave më të rëndësishme që i duhet njeriu gjatë këtij udhëtimi është dija. Prandaj ky kapitull flet për disa parime të rëndësishme lidhur me dijen në drejtimin e saj të saktë. Në këtë ligjërat pra do t'i trajtojmë 3 gjëra në lidhje me dijen. E para, vlera e dijes. E dyta, qartësimi i dijes së dobishme dhe rëndësia që ka dija dobishme, sepse siç do të vinë gjatë ligjëratës kemi edhe dije jo të dobishme, dhe rëndësia e të vepruarit me dije dhe qortimi i atij që nuk vepron sipas dijes së tij. Pra, këto 3 pika me lejen e Allahu subhanahu wa taala do të mundohemi t'i elaborojmë dhe t'i trajtojmë sonte. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fata'ala Allahu al-Malikul Haq." I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtet, "Wala ta'jal bil Qur'an." Mos nxito për ta lexuar Kur'anin, "Min qabli an yuqda ilayka wahyu." Para se të përfundoj shpallja, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dhe thuaj, "O Zoti im, shtoma diturinë." Pra, kjo tregon të nderuar vëllezër për pikën e parë, që tregon për vlerën dhe nderin që ka dija. Pra, Allahu subhanahu wa taala gjatë gjithë ajeteve dhe haditheve kutsi dhe kështu me radhë nuk ka kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëjë një lutje përveç lutjes që Allahu subhanahu wa taala t'ia shtojë diturinë. Edhe pse njeriu në këtë botë ka nevojë për shumë gjëra, mirë po Allahu subhanahu wa taala i tha të vetmin gjë që i tha pejgamberit, lutu dhe kërko, thuaj, pra o Zot ma shto diturinë. Arsyeja e zbritjes së këtij ajeti të nderuar vëllezër dhe motra, siç thot Ibn Abbasi dhe komentatorët e Kur'anit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vinte Xhibrili për me ia treguar, për me ia zbrit shpalljen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxitonte dhe e thonte atë shpallje që i zbrite me një herën pas Xhibrilit, nga frika se mos po e harron shpalljen. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala tha: "Wala ta'jal bil Qur'an." Mos nxito. Jo se nuk ka nevojë njeriu për dije dhe kështu me radhë, mirë po desh mi tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mënyrën e diturisë, që dituria arrihet me durim, me qetësim, me qëndrim, me koncentrim dhe kështu me radhë. La ta'jal, mos nxito. Kur ta përfundojnë Xhibrili shpalljen, atëherën thuaj, pra atë që e ka thënë Xhibrili, dhe thuaj wa qur rabbi zidni ilma, dhe o Zot, ma shto mu diturinë. Ma shto mu këto diturinë të nderuar vëllezër, siç thash, është ajo dituri e dobishme. Këtë e shohim edhe në ajetet
tjera, pse këto e ka për qëllim për dijen e dobishme dhe e ka për qëllim për shpalljen. Shpallja është dija e dobishme. Pse? Thot Allahu subhanahu wa taala wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan min adh-dhalimin. Nëse ti thot i pason dëshirat dhe epshet e tyre pasi të është zbrit el-ilm, dituria. Pra pasi të është zbrit shpallja, innaka idhan min adh-dhalimin, ti do të jesh pra nga të padrejtit. Pra, si thash, kjo ajet dhe shumë ajete tjera tregojnë se për qëllim për kur thot Allahu subhanahu wa taala për dituri, e ka për qëllim për shpalljen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër dhe motra, thot një hadith: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Dikush mundet me shtru një pyetje: a kemi ne më shumë nevojë me mësu Kur'anin, apo kemi nevojë më shumë me mësu ndonjë shkencë që kemi nevojë, siç është mjekësia dhe kështu me radhë. Dikush mundet me thonë: a është më e nevojshme ta mësojmë një tregim që përmendet në Kur'an para 2000, 3000 apo 4000 viteve? A është kjo më e nevojshme dhe nëse e mëson një njeri këtë, është më i mirë, apo është më e nevojshme që ta mësojmë një shkencë siç është mjekësia dhe kështu me radhë që ne kemi nevojë ndoshta për të për çdo moment. Të nderuar vëllezër dhe motra, Kur'ani pra yemnahu, ka thonë dietarët, el-wa'y li anna al-ilm bidun wa'y yadur bil insan. Kjo është shumë e rëndësishme. Thot Kur'ani para se i jep njeriu dije e vetëdison njerin dhe i jep ndërgjegje, sepse dituria pa ndërgjegje dhe pa vetëdisim mund t'i baj dhe i ban dëm njeriut. Për shembull, ai njeri i cili e ka zbulu armën bërthamore, ky person nuk ka dyshim se ky ka pas dituri. Mirë po, dituria e tij që nuk ka pas pra dritë nga Kur'ani, nuk ka pas ndërgjegje nga Kur'ani dhe kështu me radhë, kjo dije e tij është ba shkak që ndoshta me myt miliona njerëz. Pra, për atë të nderuar vëllezër dhe motra, rëndësia është që çdo dije njeriu ti paraprin dija pra e shpalljes. Është fakt se jo çdo kush mundet mi mësu Kur'anin përmendsh dhe mi kuptu gjitha ajetet dhe kështu me radhë. Mirë po, rëndësia është që dijen që e ka mi ndërtu konform objektivave që ka ardhur Kur'ani. Momentin që njeriu pra e kupton dhe është i vetëdijshëm dhe është i ndërgjegjshëm se pa drejtësia është ndaluar dhe kështu me radhë, mendjemallësia është ndaluar dhe kështu me radhë, domethënë a dije që e ka, që e mëson, ajo dije pra domethënë mundohet dhe a dije nuk e shfrytëzon me bë pa drejtësi. A dije nuk e shfrytëzon pra për mu mburr dhe mu bë mendje madh. A dije, domethënë momentin që dijes i paraprin drita e shpalljes, themi pra që kjo dije pra është ajo dije që kërkohet. Momentin që njeriu është larg shpalljes dhe vetëm mëson, siç thash, dhe mbledh informacione dhe të dhëna dhe kështu me radhë, kjo dije, të nderuar vëllezër dhe motra, shpesh herë mund t'i bajnë edhe dëm njeriu. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë bante: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, kërkoj mbrojtje nga ti, pra nga ajo dituri që nuk ban dobi. Pra, mundet njeriu të mësojnë, të marrë informata, të mbledh informata dhe kështu me radhë, mirë po ajo dije mund t'i shkaktoj njeriu pra dëm. Siç thash, arsyeja është se nuk i ka parapri drita e shpalljes, pra vetëdijsimi dhe ndërgjegja. Ndërsa Kur'ani, ai që i paraprin dhe e mëson Kur'anin dhe kështu me radhë dhe objektivat që kanë në Kur'an, pra e vetëdijson njerin para se e i jep dije. Thot Allahu subhanahu wa taala po ashtu për vlerën e dijes, thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, o Muhammed, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Të nderuar vëllezër dhe motra, ky ajet flet
për një grup njerëzish të cilët janë të përkushtuar dhe janë të devotshëm dhe diturinë e tyre e shfrytëzojnë në atë që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe thotë: "Amen huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman." Ai që natën e kalon i përkushtuar, duke u falur në sejdë, në këmbë, duke pasur frikë ahiretin dhe duke shpresuar në mëshirën e Zotit të tij, thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Pra cila dije pra të nderuar vëllezër është për qëllim këto? Këto është për qëllim një dije që sjell fryt në vepra. Pra falje nate, sejdë, qëndrim para Allahut subhanahu wa taala, frikë nga ahireti, shpresë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu subhanahu wa taala përmend këto vepra që se shkaku që i shtyn ato në këto vepra është dija që kanë. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Kurse si, sepse ai që nuk din, të nderuar vëllezër, dihet se nuk ka ndonjë motiv pra që e shtyn që të veproj. Edhe nëse vepron, pra vepron gabim. Mu për këtë, për çdo herën në namaz jo rastisht Allah subhanahu wa taala obligoi surën al-Fatiha min ghayril maghdubi alehim waladdallin. Ato të cilët kërkojnë mbrojtje nga ato të cilët punojnë pa dije apo dinë dhe nuk punojnë. Njeriu duhet pra me qenë pra me ecë paralel me bashku mes dijes dhe punës. Falja natën, të nderuar vëllezër, ka disa role në jetën e besimtarit. Mund të ketë për të forcuar dhe rishikuar Kur'anin, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ngritet dhe falet me Kur'an ditën dhe natën nuk e harron atë, dhe kush nuk e fal atë, pra nuk ngritet dhe nuk falet, pra natën e harron atë. Pra një arsye që njeriu të falet natën është edhe forcimi dhe rishikimi i lidhjes së tij me Kur'anin. Po ashtu ndonjëherë falja natës është mënyrë për të përmirësuar zemrën dhe për të afruar tek Allahu, për pastrimin e mbrëmësisë pra së tij dhe për afrimin me Zotin përmes përullësisë. Po ashtu të nderuar vëllezër, rol tjetër dhe dobi tjetër që ka namazi natës që thot Allahu subhanahu wa taala është frika që e ruan pra njeriu. Pra njeriu lutet në shumë ajete kur flet për namazin natës ka një frikë. Mirë, po kjo frika mund të jetë në dunja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zgju një herë natën dhe tha subhanallah, sonte thot kanë zbrit fitne dhe janë hap disa thesar, atëherë zgjoni gratë e mia që të falen. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu dhe përmes namazit të natës, pra ka çu mesazh që namazi natës është simbol rezistues ndaj fitneve të dunjas. Tha kanë zbrit shumë fitne sonte, atëherën zgjoni gratë apo familjen time që të falet, edhe janë hap shumë thesar. Po ashtu rol tjetër që ka namazi natës, të nderuar vëllezër, si rezultat i dijes që ka personi dhe kjo dije përkthehet dhe trashëgon pra veprën, është frika ndaj ahiretit. Pra thot Allahu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Ata thot i lajnë shtretërit e tyre yad'una rabbahum, e lusin Zotin e tyre khaufen wa tama'an. Pra kjo dituri që e ka e ban milan shtretët dhe mi lut Zotin me shpresë wa tama'an, khaufen me frikë, wa tama'an me shpresë, wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe nga ajo që ne i kemi dhënë i japin. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Ata që kalojnë natën duke u falur Zotit të tyre, walladhina yaquluna rabbana asrif anna al-adhab. Ata të cilët thojnë, o Zot, largon nga ne dënimin e xhenemit. Pra, këto janë shifet qarta se këto ka për qëllim për namazin e natës, dhe ky namaz, të nderuar vëllezër, buron nga një dije pra që njeriu e ka në mbrëmsinë e tij për Allahun, për takimin me Allahun, xhenetin, xhehenemin, urën e siratit, llogarinë dhe kështu me radhë. Kur njeriu pra formon një farë mozaikut për këto që ka me dalë para Allahut dhe kështu me radhë, kur ka dije rreth atyre gjërave, këto gjëra e shtyn që ky njeri pra të veproj. Për një atë Allah thot, hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë dhe ato që nuk dinë.
Po ashtu, për vlerën e dijes të nderuar vëllezër dhe motra, thot Allahu subhanahu wa taala, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. Me të vërtet, pra vërtet nga robërit e tij Allahun i friksohen vetëm dietarët. Kjo në gjuhën arabe innama do të thot yufidul hasr, do të thonë e jep kuptimin e kufizimit apo të përjashtimit. Do të thonë përjashton çdo gjë përveç se çka ka ardhur pas kësaj fjalës innama. Pra vetëm dhe askush tjetër. Dhe e vetmja shenjë dalluese që i dallon njerëzit e ditur, dietarët nga njerëzit e rëndomt, e vetmja gjë është dituria. Sa ma shumë që njeriu ka dituri për Allahun subhanahu wa taala, aq ma shumë ky person i friksohet Allahut. Sa ma pak që ka dituri, ky person pra nuk e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Dietarët për këtë ajet kanë folë shumë. Cila është ajo dituri, për dituri, dhe me thani kanë ndarë kategori, pra dituri të ndryshme, cilat janë dituri obligative, cilat janë dituri fakultative, fars kifaje dhe kështu me radhë, ne nuk do të hyjmë aty. Mirë po, thjesht do ta pruj një fjalë të Ibn Taymijes në lidhje me këtë ajet, shumë interesant, çka mendoj se na lehtëson ta kuptojmë. Çka thot Ibn Taymija për këtë ajet? Wa hadha yadull ala anna kull man khashiya Allah fa huwa alim. Kjo tregon thot se çdo njeri që e ka frikë Allahun, ai është i ditur dhe jo e kundërta. Wa huwa haq wa la yadull ala anna kull alimin yakhshahu. Dhe jo çdo kush pra që din e ka frikë Allahun. Pra, çdo kush që e ka frikë Allahun, ky njeri është i ditur. Po jo çdo kush ka din e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra, besoj që do të është pak e vështirë më kuptu, pra çdo kush ka din, pra jo çdo kush ka din e ka frikë Allahun. Mirë, po çdo kush ka frikë Allahun, Allahu thot për këta se këto pra janë të ditur sepse i kanë frikë Allahun. Pastaj thot, pse thot këtë arsye? Lakin lama kana la ilmu bihi mujiban lil khashya 'inda adam al mu'arid. Sepse thot në thelb dia vërtet e çon njeriu te frika e Allahut kur nuk ka pengesa që e kundërshtojnë këtë frikë. Pra ka mundësi një njeri me pas dije, mirë po me pas pengesa, siç janë pasionet, mendjemallësia, dëshira për dunja, mëkatet dhe kështu me radhë. Ky person ka dituri. Mirë po thot Ibn Taymija, ky person ka pengesa dhe këto pengesa pra nuk e lajnë që ky person ta ketë frikë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj thot, mungesa e frikës së Allahut është tregues se rrënja e dijes thot nuk është e fortë, sepse sikur dija të ishte e fortë në zemër, ajo do t'i kishte larguar ato pengesa dhe do t'a kishte shtyrë njeriu në devotshmëri. Pra, ajo dije e cila nuk mbjell dhe nuk trashëgon tek personi frytet e saj, siç është devotshmëria, largimi nga ndalesat dhe kështu me radhë, kjo është thjesht më shumë është mbledhje informacioneve, mbledhje dhënave, se sa dije që ka fol Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç e përmenda, mu për këtë, siç thash, rëndësia e mësimit të Kuranit, sepse Kurani para se jep njeriu dije e vetdison dhe ja ngreh ndërgjegjen që atë dije që e ka, pra me ditë si me manovru me atë dituri, sepse thash veç dije, thash edhe që e ka zbulu armën bërthamore, ai person nuk ishte s'ka pas dije, por këtë dije e shfrytëzoi pra në dëmtim të njerëzve. Kështu është edhe çdo njeri i cili dijen e tij nuk i paraprin Kurani, drita hyjnore, shpallja hyjnore dhe kështu me radhë, këtë dije shpesh pra mund ta çojë edhe në devijim dhe të jetë pra e dëmshme për te. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Nëse vdekën biri Ademit, siç e dim, këtë hadith e kemi ndëgjuar të gjithë, ndalen punët e tija vetëm se në 3 gjëra. Sadaqatun jariyah, një sadaka lëmoshe e rrjedhshme, pra që njerëz përfitojnë, ilmun yuntafa bih, një dituri e dobishme, pra që njerëz përfitojnë, wa waladin salih yad'u lah, dhe një fëmijë i cili lutet për te.
ky hadith të nderuar vëllezër është ndër më të rëndësishmet, siç thot autori, thot mund ta shprehim me gjuhë bashkëkohore si vizion strategjik. Pra thot sepse sot thot njerëzit i japin shumë rëndësi planifikimit për të ardhmen, vazhdimësisë së projekteve dhe qëndrueshmërisë së tyre, që të mos shuhen pas largimit. Apo se janë thot në këtë botë, e thot si është puna thot me botën tjetër. Është interesant se nëse një njeri, pra ndonjërit prej neve i thohet që do të shkosh, pra do të bartesh nga një kontinent në një kontinent tjetër pa kthim. E logjikshme është që ky njeri spaku të interesohet për atë vend, çka e pret të përgatitet dhe kështu me radhë. Pra kjo është me ju drejtu, me ju thirr logjikës, larg teksteve hynore. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala shumë herë thot e fela taqilun. A nuk mendoni? Pra, a nuk mendoni se jeni nis në një botë e cila nuk ka kthim mrapa, a jeni duke u përgatit për këtë botë. Shembullin ton praktik, nëse nisena në një kontinent ose në një vend tjetër pa kthim, e logjikës dhe e udhës kishte qenë që njeriu spaku të interesohet se çka kërkon dhe të përgatitet spaku për atë vend. Thot Hasan el-Basri, vdekja thot e turpëroi dunjan, duke mos lanë vend për gëzim të vërtet tek njeriu me mend. Pra, pasi Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është edhe logjike, vdekja është e pashmangshme, duhet njeriu që të përgatitet për këtë. E ndër arsyet kryesore që i ndihmojnë njeriu të përgatitet për këtë, nderuar vëllezër dhe motra, është dia. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e tregon realitetin e njeriu thot plaket. Por në zemrën e tij mbeten dy gjëra, dashuria thot për pasurinë dhe shpresa për jetë të gjatë. Pra, edhe pse 50, 60, 70 vite, ende mendon dhe shpresa e man se ky njeri do të qëndrojë gjatë në këtë botë dhe kjo pak e largon nga përgatitja për në ahiret. Hadithi të nderuar vëllezër dhe motra na tregon se si ta sigurojmë të ardhmen e përjetshme. Pra, ekziston mundësia se njeriu edhe kur të vdes, t'i vazhdojnë shpërblimet edhe pas vdekjes. Bile, ka njerëz që shpërblimet pas vdekjes i ka marrë ma shumë se sa gjatë jetës. Sa që thuhet për Ibn Tejmijen, kur kanë folë për te, thot, ata të cilët thot, do t'i lexojnë librat e Ibn Tejmijes, ende nuk kanë lindë, edhe është fakti gjallë. Dhe me thënë Ibn Tejmija gjatë jetës së tij 6 herë apo 7 herë është burgos, ka vdek në burg dhe kështu me radhë. Ata të cilët kanë përfituar dhe Ibn Tejmijes shpreson që Allah subhanahu wa taala t'ja përcjellë shpërblimin, është pas vdekjes së tij. Pra është ai si thash, është ajo që njeriu pra punon, kryesore është që pas vdekjes së vet me lanë gjëra të cilat do t'i bajnë dobi. Gjëra të cilat do t'i bajnë dobi të nderuar vëllezër dhe motra, si thash, është sadakaja e rrjedhshme, me lanë diçka që është njerëz përfitojnë dhe është e dobishme, sa do e vogël qoftë kjo, dhe e dyta me rëndësi është pra dia, të cilën pra përfitojnë njerëz prej tyre. Qoftë libër, qoftë nxënës, qoftë material edukues, qoftë çka ka mundësi një njeri me lanë, kjo tregon pra për që personit nuk i nalen shpërblimet pra me vdekjen e tij, por i vazhdojnë dhe fëmia që lutet për te, kjo tregon për rëndësinë e edukimit në Islam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thash, arabët thojnë el ashya tu'raf bi adadiha, gjërat njihen me të kundërtën, pra përmendet diçka që të kuptohet e kundërta. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, kërkoj mbrojtje nga ti nga dituria që nuk ka dobi. Pra që kuptohet nga ky hadith se ka dituri që ka dobi dhe ka dituri që nuk ka dobi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante dua nga ajo dituri që nuk ka dobi. Wa min qalbin la yakhsha, min nga një zemër që nuk ka frikë Allahun. Min nafsin la tashba, nga një nefs i cili nuk ngopet. Wa min dawatin la yustajabu lah, dhe një lutje e cila nuk pranohet. Pra, dije dobishme të nderuar vëllezër dhe motra është ajo dituri, thojnë dietarët, e cila ta siguron
edhe je i aftë për një kalim të sigurt nga kjo botë në botën tjetër. Kjo është pra ai definicioni i dijes së dobishme. Pra ai njeri i cili me këtë dije pra nesër kur të dalë para Allahut subhanahu wa taala pra do të shpëtoj. Për ndryshe, nëse ajo dije të cilën e ka nuk do të jetë shkak që ta shpëtojnë dhe kjo shifet prej në dunja, kjo dije ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua që të mbrohet prej asaj. Dërsa saj përket rëndësia pika e tretë e ligjëratës e të vepruarit me dije dhe shortimi atij që nuk vepron sipas dijes, mos veprimi të nderuar vëllezër me dije mbjell tek njeriu hipokrizi dhe nifak. Pra ai njeri i cili nuk e vepron me atë dije që e din, pra ky njeri mbjell nifak dhe hipokrizi. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala nga pejgambert kërkonte wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Në fillim Allahu subhanahu wa taala prej pejgamberëve kërkonte që të veprojnë. Isa alayhis salam në fillimet e para të tij, Allahu subhanahu wa taala para se filloi ta zbrit shpalljen dhe dispozitat dhe kështu me radhë, kërkoi nga Isa edhe pse i ri, kërkoi që të veprojnë fillimisht me diçka të pakt. I tha awsani, më këshilloj që të fal namaz të jap zeqati ma dumtu hayya, derisa të jem gjallë. Pastaj filloi edhe i zbriti shpallje tjera. Po ashtu kur flet për Ismailin, për të gjithë pejgambert. Wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Rasti Ismaili thot, ai urdhëronte rrethin familjen, popullin e vet që ta falte namazin, ta jepte zakatin dhe ishte i mirëpritur te Zoti i vet. Pra, të gjithë pejgambert, Allahu subhanahu wa taala, para se ja zbritë shpalljen, dispozitat dhe kështu me radhë me përshkruaj mesazhin kështu, një herë kërkonte nga pejgambert që të veprojnë, sepse puna është ajo që e forcon njeriu, e forcon besimin edhe kështu me radhë. Kur kjo qenë ka për pejgamber, vallë çka është puna me mu edhe me ty. Për Musain, ajeti i parë që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit Musait është: Innani ana Allah, un jam Zoti. La ilaha illa an, nuk ka Zot përveç meje. Illa ana fa'budni, më adhuro mu, wa aqimi salata li dhikri, dhe fale namazin për mu. Pra gjaja parë që Allahu subhanahu wa taala e kërkoi prej Musait është fale namazin. Momentin që e fale namazin, atëherën do t'i shpalli, do të zbres edhe ajete tjera. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i tha ajetet e para? Ja ayyuhal muzammil, qumil lejla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. O ti, pra o Muhammed, o ti imbuluar, çohu, falu pra gjithë natën, illa qalila, vetë për një pjesë të saj. Nisfahu aw inqus minhu, gjysën apo zvogloje pak. Pra, të gjithë të nderuar vëllezër, si thash Allahu subhanahu wa taala, këto tregojnë rëndësinë që ka njeriu me vepru me dije. Momentin që njeriu vetëm merr pra dhe atë nuk e shtin në praktik, kjo bëhet pra argument kundër tij, siç do ta cekim fjalën e Ebu Dardas. Pra, nëse marrim Kur'anin, ne shohim se Allahu subhanahu wa taala ndaj prej të gjithë pejgamberëve ka kërku që të veprojnë. Mu për këtë kanë thënë dietarët të nderuar vëllezër dhe motra, se nëse një njeri thret me vepru diçka dhe ai është i pari që i paraprin një vepre të caktuar, thot ky person është i sinqert. Mirë po nëse thret thot me vepru diçka, mirë po nuk vepron, thot dini thot se ky nuk është njeri pra i sinqert. Mu për këtë ajo fjala si ishte përhapur në mesin ton, ajo fjalë është gabim dhe bën në kundërshtim me ajete dhe hadithe që thonë veproni se çka thot hoxha apo dhe mos bani se çka ban hoxha, kjo është në kundërshtim me atë. Përkundrazi, nëse hoxha vepron, pra dije në atë dije që thret është i sinqert. Momentin që vetëm thret që të veprohet
dhe aq larg çdo vepre, ajo kjo dietar thonë kjo tregon se nuk është i sinqert. Kemi shumë fjalë të nderuar vëllezër për rëndësinë që kanë thënë të parët tanë, për rëndësinë e të vepruarit me dijen që e ka personi. Pra, një njeri që e mëson diçka, patjetër duhet të veprojë me të, për ndryshe kjo dije bëhet ngarkesë për këtë person. Thot Muadhi radiallahu anhu, ta'allemu ma shi'tum. Mësoni, thot, çka doni, me fjalë tjera, mlidhni informata, nuk ish problem. Felen yanfa'ukumullah. Allahu nuk do t'ju baj dobi bil ilmi hatta ta'malu. Ma atë dituri që mësoni derisa të punoni me të. Pra mësoni, nuk ka problem, mlidhni informata, lexoni dhe kështu me radhë, mirë po derisa ajo dituri të përkthehet në praktik, nuk do t'ju baj dobi. Po ashtu Yahya ibn Muadh thot el ilmu wal amalu qarinan. Thot dituria dhe puna thot janë el qarinan, janë shoqëruese të njëra me tjetrën, la yanfa ahaduhuma illa bi sahibi, nuk ban dobi njëra pa tjetrën. Po ashtu Malik ibn Dinar thot idha talabta al ilma li ta'mala bihi sarraka al ilm. Thot nëse kërkon një dituri, mirë po qëllimi ke me praktiku, me të ushtu imani dhe kështu me radhë, kjo dituri thot do të gëzoj. Mirë po thjesht nëse kërkon dituri thjesht vetëm për me shtu informacione dhe kështu me radhë, thot kjo thot ndoshta kjo dituri thot do të baj edhe dëm. Po ashtu edhe Imam Ahmeti të nderuar. Pra këto janë thënia të dietarëve, thjesht nuk janë mjaftu vetëm me ditë. Mirë po kanë mundsu, pra janë mundu që atë çka e din ta praktikojnë. Sa që thojnë dietarët, nëse e kanë lexuar një hadith, janë mundu mi praktiku qoftë edhe një herë. Imam Ahmedi çka thot? Ma katabtu hadithan illa amaltu bih. Nuk e kam shkruar një hadith vetëm se kam punuar me të. Nëse nuk shkruam hadithe, mirë, po nëse lexojmë ndonjë hadith dhe kështu me radhë, pra njeriu thot është mirë që të punoj me të. Hatta marra bi an nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Derisa rash në një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë hijame, wa a'ta aba tayyibata dinaran. Dhe i dha personit atij hijam bërsit thot 1 dinar. Bana hijame vetëm që ta praktikoj këtë hadith. Fa ataitul hajjam dinaran hatta ihtajam. Kur pra bana hijame që t'ja jap edhe une 1 dinar atij person që ban hijame. Thjesht ta praktikoj këtë dituri që e lexova. Dhe një fjalë shumë e rrezikshme e Abu Derdës thot, inni akhwafu ma akhaf. Gjan ma të frikshme çka kam une, thot, idha laqitu rabbi tabaraka wa taala an yaqula li, kur ta takoj Zotin, pra të më thojnë mua, qad alimt, e dite pra. Fa madha amilta fi ma alimt, në rregull dite, dhash dituri, atëherë çfarë veprove me atë që dite. Pra, siç thot Saadi, selefët thot u ndihmoshin me dije për të vepruar, nëse njeriu punon sipas dijes së tij, ajo qëndron, vazhdon, rritet dhe shtohet bereqeti i saj. Por nëse nuk punohet me të, dija largohet ose i humbet bereqeti. Thot, ferruhu, thot shpirti, jeta dhe qëndrueshmëria e dijes janë pikërisht në zbatimin me vepra dhe sjellje, si dhe në mësim dhe këshillim. Mu për këtë, Abdullah ibn Mesudi thonte wailul liman ya'lam wa la ya'mal 7 marrat. Mirë thot për të thonte 7 herë, mirë për atë njeri i cili mëson, mirë po nuk punon me atë që din. Pra të nderuar vëllezër, këto janë disa ajete dhe disa hadithe dhe fjalë të dietarëve për dijen e dobishme, pra është ajo dobi që të siguron ty një bartje për në ahiret. Po ashtu janë edhe disa ajete dhe disa hadithe që tregojnë për rrezikshmërinë e të mos vepruarit me dije që ka njeriu. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato që punojmë me atë dije që dim, dhe elusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e dobishme. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.